Themelët e fesë: Islami, imani dhe ihsani. Islami është dorëzim e njëkohësisht pranim i urdhrave të Allahut. Feja është ligj hyjnor, të cilin e ka dhënë Allahu i Madhërisëm, që njerëzit ta mësojnë cakun dhe kuptimin e krijimit të tyre dhe tërgjithësinë dhe që të mësojnë mënyrën se si të bëjnë ibadet. Feja mëson dhe nxit të bëjmë vepra të mira dhe të dobishme, pengon dhe qorton të keqen e të dëmshmen, dhe premton shpërblime pafund për çdo mendim e veprim të mirë. Madje të menduarit, tefekkur, e quajnë ibadet. Rezultatin pozitiv të shkencëtarit me nije të pastër për punën e kryer e shpërblen dy fish, kurse rezultatin negativ me një shpërblim. Feja fillon me imanin, besimin, fuqizohet dhe përplotësohet me vepra ibadet, ndërsa arrin kulmin me ihsanin. Hadithi Muhamedit a.s. me Xhibrilin shpjegon që feja përbohet prej 3 themelësh. Nga Omeri radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: një ditë ishim duke ndjenjur te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe flokë shumë të zi. Tek ai nuk kishte shenja të udhëtimit dhe askush prej nesh nuk e njohu. U ul pranë pejgamberit alayhis salam, i mbështetur te gjunjët e tij, i vendosi duart e veta në kofshën e tij dhe tha: O Muhammed, më trego ç'është Islami. I dërguari i Allahut alayhis salam i tha: Islami është të dëshmosh që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Zotit, ta kryesh namazin, ta japësh zakatin, të agjerosh Ramazanin dhe të vizitosh Ka'bën nëse ke mundësi ta bësh. Ai Xhibrili tha: të vërtetën e the. Ne u çuditëm, nga se edhe e pyeste, por edhe pasi përgjigjej i dërguari i Zotit, ai ja vërtetonte. Atëherë ai Xhibrili tha: më trego pra ç'është imani. I dërguari i Zotit tha: të besosh Zotin, angjëjt e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit dhe të besosh në caktimin e tij të mirë dhe të keq. Përsëri Xhibrili tha: të vërtetën e the. Dhe vazhdoi: atëherë më trego ç'është ihsani. I dërguari alayhis salam tha: ta adhurosh Allahun sikur e sheh atë, sepse edhe pse ti nuk e sheh atë, ai vërtet të sheh ty. Xhibrili përsëri ja vërtetoi dhe i tha: më trego atëherë ç'është çasti i fundit dhe kur do të ndodhë. Pejgamberi alayhis salam tha: për këtë, i pyeturi nuk di më shumë nga ai që pyet. Atëherë pra më trego mbi shenjat e tij. Pejgamberi alayhis salam tha: kur robresha ti lind vetes zonjush, kur të shihen barin të këmbëzbathur, të zhveshur e të mirë, se si ato garojnë në ndërtimin e godinave të mëdha. Pastaj shkoi, kurse unë mbeta i habitur. Pejgamberi alayhis salam u drejtua duke na thënë: o Omer, a e njeh atë që më pyeti? Thash: Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Ai ishte Xhibrili, erdhi t'u mësonte fen tuaj. Një analizë ideologjike etike është e nevojshme për të kuptuar këtë tematikë thelbësore, por edhe shumë të rëndë. Islami. El-Islam është fjalë arabe me kuptimin nënshtrim, dorëzim, i ndërgjegjshëm me qëllim ndaj vullnetit të Zotit një dhe të vetëm. Pikpamjet, qëndrimet dhe veprimet e të rëndësishme të njeriut sipas besimit në Zot, në bazë të Kur'anit. Islami në aspektin besimor është po ai qysh prej Ademit alayhis salam e deri te Muhamedi alayhis salam, por në aspektin e ritualeve, format e Islamit gjatë historisë kanë ndryshuar. Anën besimore të Islamit e përbëjnë 6 shtyllat e tij: besimi në Zot, në melekët e tij, në librat e tij, në pejgamberët e tij, në botën tjetër dhe në paracaktimin hyjnor, kada dhe kader.
kurse anën praktike të Islamit e përbëjnë 5 shtyllat e tij: shahadeti, namazi, agjerimi, zekati dhe haxhi. Islami është kjo botë dhe bota për te, din wa dunya. Bazat e njerëzshme juridike të Islamit janë 4: Kur'ani, Sunneti, Ijmai, konsensusi dhe kiasi, analogjia. Islami burimin e vet historitë e ka në Mekë, në Arabi, për të shtrirë në pjesën më të madhe të botës. Fillimi ishte viti 610, aktualisht ka rrjedh 1,5 miliard musliman. Nëse fen e përkufizojmë si rrugë, drejtim, orientim drejt të cilit synon njeriu në këtë botë, atëherë rruga, drejtimi, orientimi i drejtë, i qelluar dhe korrekt është pikërisht Islami, përkushtimi, nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj Allahut madhëruar. Kjo gjendje i sill shpirtit të njeriu qetësi. Në fe shprehja Islam do të thotë tauhidi i Allahut, në nënshtrim ndaj urdhrave të tij, dëgjueshmëri dhe bindje ndaj tij. Kjo fe quhet Islam në çdo kohë, sepse në këtë mënyrë realizohet bindja dhe nënshtrimi i krijesës ndaj krijuesit të saj. Edhe pse ekziston dallimi gjuhësor ndërmjet imanit dhe Islamit, këto dy fjalë janë të lidhura njëra me tjetrën sikurse jashtësia me brendësinë, shpina me barkun, apo sikurse fara dhe fryti. Imani është fara, kurse Islami është fryti. Në aspektin teorik, Islami, ligji, përfshin 2 parime të njohura, të tauhidit të Zotit dhe të vlerës së pejgamberit alayhis salam, dhe të namazit, të agjerimit, të zakatit dhe të haxhit. Disa të tjerë Islamin e shpjegojnë si demonstrim praktik, historik të imanit, i cili manifestohet në jetën praktike të njeriut, në moralin e tij, mirësjelljen e tij, në planifikimin dhe përdorimin e kohës, energjisë dhe aftësisë. Islam do të thotë ligj dhe i përgjigjet monoteizmit të Musait alayhis salam, bashkë me imanin, besimin, i përgjigjet monoteizmit të Ibrahimit alayhis salam, dhe bashkë me ihsanin, rrugën, i përgjigjet monoteizmit të Isait alayhis salam. Në monoteizmin ibrahimian, parimi i ligjit, Islam dhe i rrugës ihsan janë tretur në parimin e besimit, iman. Në musaizëm, parimi i ligjit i Islamit dominon dhe i shkrim parimet e besimit, imanit dhe të rrugës ihsanit. Në isaizëm, parimi i rrugës ihsanit i shkrim 2 parime tjera. Islami si fe përfshin të 3 parimet, njërin krahas tjetrit në baraspesh të përkryer. Nëse Islam është emri për fen, musliman është personi i dorëzuar dhe i nënshtruar ndaj Zotit Madhërisëm. Kjo do me thënë se muslimani duhet të kryej 5 shartet islame, dhe për këtë dëshmojmë se është musliman, dhe kjo paraqet pamjen e jashtme të besimtarit. Ana praktike luan një rol të rëndësishëm në jetën e njeriut. Ajo na jep identitet dhe paraqet shtyllë me rëndësi në shoqërinë islame. Shtylla e parë është shahadeti, akti i parë themelor, nga i cili varen të gjithë veprimet islame. Shahadeti është manifestimi verbal, pranimi i realitetit të Zotit dhe pranimi i pejgamberisë së Muhamedit alayhis salam, së bashku me Kur'anin. Shahadeti ka 2 përmasa, botën e gajbit, të padukshmën, të mungueshmën, që është e pakapshme për shisat njerëzore dhe botën fenomenale. Shahade, të cilën shisat e kapin, e kuptojnë, ndërsa Allahu i njeh të 2 botët, të dukshmen dhe të padukshmen. Shtylla e dytë dhe më themelore është salati, namazi, i cili ka kuptimin të falesh, të bekosh. Kur'ani përmend 4 lloj salatesh. Allahu dhe ëngjëjt kryejnë salat. Të gjithë krijesat në qiell dhe në tokë kryejnë salat, si shprehje e Islamit universal. Çdo musliman vullnetarisht e kryen salatin, që do të thotë se termi përdoret në njërin nga format specifike të adhurimit, që u janë zbuluar të gjithë pejgamberëve. Dhe e fundit, salati i përgjithshëm, salati ritual me specifikat e veta, që ne njohim në jetën e përditshme si namazi. Shtylla e tretë e Islamit është zekati,
që dikush e përktheu si taksa e delirësisë, e cila merret nga të pasurit dhe u ndahet të varfërve në mënyrë institucionale. Kuptimi bazik i këtij është pastërti, pastrimi i pasurisë nga shtresimet e huaja, nga haku i huaj, sipas kushteve të përcaktuara qartë. Ai ka porositë të qartë shoqërore sepse zekati nuk i jepet vetvetes. Synimi i tij parësor është vendosja e raporteve me Allahun duke filluar nga individi, sepse individi i shëndosh është edhe shoqëri e shëndosh. Shtylla e katërt e Islamit është siyami, agjërimi i muajit Ramazan, i cili fillon me fillimin e hënës së re dhe me përfundimin e saj. Agjërimi konsiston në përmbajtjen nga të ngrënët, të pirët dhe marrëdhëniet intime, për madhorët, të mençurit e të tjerë prej imsaku deri në iftar. Shtylla e pestë e Islamit është haxhi, vizita e Ka'bës në kohë të caktuar dhe me nijet të caktuar, një herë në jetë nëse ka mundësi fizike, materiale dhe shpirtërore. Haxhi për besimtarët është takim, ndërsa takimi me Ka'bën kuptohet si vdekje, ndërsa kthimi nga haxhi si rilindje. Prandaj dhe haxhiu në traditën muslimane respektohet jashtëzakonisht shumë. Përveç takimit praktik, haxhi mundëson takim me historinë, nga fillimi deri në sot. Mund të përfundojmë se Islami është dorëzim e njëkohësisht pranimi i urdhrave të Allahut, edhe pse Islami dhe imani gjuksisht kanë dallime mes tyre, në pikpamjen përmbajtësore, Islami pa iman dhe imani pa Islam nuk mund të paramendohet apo të qëndrojë. Këtë domosdoshmëri dikush e ka përkufizuar. Islami dhe imani janë dy nocione të ndara dhe të bashkuara. Kur vijnë të bashkuar, pra njëri pas tjetrit, kanë kuptime të mëvetësishme, ndërsa kur vijnë të ndarë, atëherë njëri tjetrin e zëvendësojnë.